Ne kishim bërë gjithçka, të cilën ata më herët nuk e kanë bërë, nuk janë të bërë 15 vite më herët. Na duhet me kuptuan që njerëzit të cilët gjenden në komunë kanë nga një kontekst të veçantë, i cili është koha pas shpartallimit të Jugosllavisë dhe kohës të regjimit të Miloševićit dhe edukatës post-komuniste të cilën ata e marrin me veti, e cila është treguar jo vetëm këtu në Preshevë apo në Serbi, po në gjithë rajonin këtu në Ballkan, edhe në gjithë rajonin ku është përfshi komunizmi si sistem i jetës edhe edukatës, edhe tregon qartas që nuk kanë afinitet dhe kompetenca të menaxhimit të popullatës dhe nuk kanë kompetenca, nuk kanë afinitet edhe kompetenca profesionale për t'i organizu gjërat të cilat i përkasin popullatës dhe qytetarëve në veçanti. Kështu që gjithçka që është punuar deri më tani nuk është që nuk është punuar asgjë, po nuk është që është punuar profesionalisht, nuk është që është punuar në formë që mos ta përfshi interesin tim personal në ato gjërat të cilat janë duke implementuar, përkundrazi, gjërat janë organizuar dhe janë implementuar ashtu që të kenë partijet aktuale edhe njerëzit të veçantë të asaj kohës të cilën e ceka më herët, të cilët e kanë trashëguar këtë pushtet këtu, në formë që t'i kënaqin interesat e tyre, edhe t'i kënaqin interesat e tyre grupore, që të mujtën me garantu vetvetes pushtet mbajtjen edhe në të ardhmen. E kështu që gjithçka është për t'u rikonsoliduar, gjërat të cilët janë më të rëndësishme për neve janë zhvillimi ekonomik. Zhvillimi ekonomik në dim këtu në komunë të Preshevës e ka një zyre të veçantë. Në atë zyre janë të punësuar disa persona, të cilët pikë së pari as nuk e din gjuhën e ekonomisë botërore, anglishtën në atë nivel, por edhe nuk i kanë kapacitetet e tyre pa dashtën ti dëmtoj personalisht, thjesht të foli si pasi që janë njerëz të komunës. Nuk i posedojnë kompetencat edhe edukatën profesionale ekonomike për me ditën se si funksionojnë fondet, si funksionojnë marrëdhëniet me ndërkombëtar, si funksionon një bisedë me një investor i cili është i interesuar për me ardhur këtu. Pasandej janë edhe ngushtë të lidhur me partinë ose pushtetin lokal, i cili në një farloj forme apo tjetër e dirigjon atë zyre për zhvillim ekonomik me bërë atë të cilën është në interes të vetveten e vet, edhe të partijës së tyre, e kështu që për neve është e pakuptimt se si mujtet një zyre për zhvillim ekonomik, i cila e ka për detyrë që t'ia sigurojë një të ardhme o një perspektivë në formë ekonomike qytetarit tonë më u politizu dhe më u deformu në atë formë që nuk përfshin njerëz profesional në atë zyre dhe nuk përfshin njerëz kompetent të cilët i dinë të gjitha mekanizmet edhe njohin mundësitë të tyre edhe mundësitë internacionale për me mujtën me ofru një investitor këtu. Pastaj e kena edhe organizimin si organizim të komunës nuk është më i kohës. Ne mendoj se e kena një sistem, një software aty në komunë, e cila disa dinë të punojnë me të, e disa nuk dinë të punojnë me të, edhe kjo duhet definitivisht të ndrohet në të gjithë ata të cilët punojnë në komunë. Ideja është që në të ardhmen të trajnohen në atë formë që të lehtësohet vetvetes së tyre punën pikë së pari, por edhe qytetarit t'i lehtësohet qasja në komunë, qasja si në urbanizëm, si në fondet të tjera, që me pasën sa më pak kohë pritje. Kjo është shumë e rëndësishme, se koha sot e dim që është vlerë, edhe për këtë arsye gjithë secili prej nesh nuk ka mundësi të hupë kohës e hupë tane edhe vlerë të jetës së tij. Na vetëm e kena problemin e gjykatës e cila nuk gjendet këtu, për të cilën na ende jena në proces të kthimit të gjykatës, ku njerëzit qytetarët tonë hupin vetëm kohë duke shkuar në Bujanoc. Këtë kena si problem, tash mos t'ja bim punën që edhe në komunë të humbin kohë tepër, edhe për këtë arsye duhet një trajnim dhe një riorganizim i funksionalitetit të komunës, të njerëzve të cilët punojnë në komunë, por edhe institucioneve si instituciona të funksionojnë në atë formë që janë në shërbim të qytetarit, në formë sa më shpejtë dhe në formë më konkrete. Përmes kësaj
ne ta ndërtojmë një komunë e cila nuk funksionon vetëm për qytetarët e tonë nimët apo 10 mujt, por edhe për diasporën kur ne e kena një ngarkesë të qytetarëve tonë që t'i lehtësohet puna, orarët e punës kanë mund ndryshu, domethënë me neve, na kena mia përshtat orarin e punës ashtu diasporës sonë, pasi që ata vinë vetëm me një kohë të caktuar edhe me një kohë shumë të ngushtë, pasi që kanë obligime familjare dhe dojnë njëkohësisht edhe me bo pushim, mos t'hupin një javë apo 2 javë në për komunat të sjellë apo për ndonjë dokument, për ndonjë byrokrati të tepërt. Ne nuk jena byrokrata, na jena profesionalista, na byrokratin do ta hekme dhe do ta futni profesionalizmin në përdorim dhe përmes kësaj ajo do t'i shkojë anë në favor të qytetarit tonë. Cilët janë kërkesat të alternativë programin tuaj, për shembull në sferën e shëndetësisë? Ju e dini shumë mirë, shëndetësia është një gjë e cila është shumë e rëndësishme, pasi që të gjithë qytetarët tonë, njeriu në veçanti ka këtë problematikën se shëndetësia duhet t'i sigurohet. Pikë së pari duhet t'i sigurohet duke e pa kontekstin tonë. Konteksti jonë është që shtëpia e shëndetit është e politizuar. Kjo është një problematikë e cila e ndikon qytetarin tonë në jetesën e tij. Duke qenë politizuar, ata të cilët janë punëtorë të asaj institucioni, janë njerëzit të cilët edhe janë në përkryesia, janë edhe kryetarë të partijeve, janë njerëzit të cilët janë beagit të përfshim në ngjarjet politike dhe automatikisht dashte apo nuk dashte, ti në këtë formë je i politizuar edhe më ti këtë betimin e hipokritit, të cilën ata secili mjek duhet ta japë, mo nuk mundesh në mënyrë psikologjike ta implementojsh në plot potencialin e saj. Kështu që ne do ta depolitizojmë komplet shtëpinë e shëndetit. Një nga format se si do ta politizojmë është pikë së pari që ne nuk do të përfshijmë mjek të cilët janë punonjës në shtëpinë e shëndetit edhe në strukturën tonë politike, qoftë ajo në kryesinë në Këshillin Qendror apo në ndeget e tona të cilët ne duke i themeluar gjithandej. Kështu që kjo është një formë. E dyta është në njerëzit duhet, domethënë profesionistët tonë të cilët qoftë se mund mi quajtën ashtu, të cilët gjenden në shtëpinë e shëndetit, duhen të vazhdojnë me trajnime. Na duhet të mundsojmë atyre që të përfshihen në ngjarjet e medicinës globale. Medicina është një shkencë e cila tani për tani është në ndryshime jo më 5 vjetore, 10 vjetore, po është në ndryshime vjetore. Çdo vjet në medicinë del diçka e re, sidomos pasi është përfshi edhe teknika e cila në fushën e medicinës, e cila është domosdoshme më që ta jepsh një shërbim shëndetësor kvalitativ. E kështu që ne stafin tonë të shtëpisë të shëndetit do ta avansojmë nëpërmjet trajnimeve të cilët mbahen jo vetëm brenda vendit, por edhe jashtë vendit. Kjo është shumë e rëndësishme. E dyta është, e treta është që ne shtëpinë e shëndetit duhet, se gjithë flasin për shtëpinë e shëndetit si infrastrukturë. A për neve infrastruktura më kryesore në një ndërmarrje pavarësisht se çfarë është, por sidomos në shtëpinë e shëndetit është njeriu, domethënë profesionisti i cili gjendet aty. Ai profesionist i cili gjendet aty, jo vetëm që duhet të jetë i depolitizuar, jo vetëm që duhet të jetë i trajnuar në vazhdimsi, por ai profesionist i cili gjendet aty duhet të jetë shërptor. Këtë mentalitet ne duhet ta kena në çdo ndërmarrje. Ndërmarrjet të cilët gjenden këtu, të cilët i përkasin komunës, si shtëpia e shëndetit, domethënë nuk i përket si ndërmarrje, por e kanë marrëdhënien me komunën. Ato duhen të jenë në shërbim të qytetarit tonë. Nuk është mundësia, nuk është e rregullt që pacienti mund tutë me shku në shtëpi të shëndetit. Nuk është në rregull, ose pacienti mu friguan se mos po trajtohet në një formë diskriminuese nga një mjek pasi që i përket njerëz apo tjetrës parti, apo njerit apo tjetrit fshat, apo qytetit apo fshat, çfarë do koft nuk guxon tjetër ajo aty. Në shtëpinë e shëndetit konkret duhet të jetë humanizmi mbi gjitha. Edhe ai i cili vepron si doktor nuk është privilegj me vepru si doktor. Është përgjegjësi dhe është shërbim ndaj qytetarit. Objektivat tuaja në arsye?
Arsim, e njëjta qasja është, nuk është diçka e komplikuar. Filozofia e partijës nuk është që ne e kena të komplikuar dhe nuk mundet me kuptuar askush. E njëjta qasja është. Ne kena identifiku problemet në formë shumë konkrete edhe para sa me hi vetëm në pushtet, na jena duke identifiku problemet dhe kena më qas në të njëjtën formë, që to 3 pikët të cilat i ceka për shtëpinë e shëndetit kanë mu implementu edhe në arsim, në shkollet të ndryshme të cilat gjenden këtu. Na kena mi depolitizu, na kena mi trajnu dhe pastaj kena mi ambjell mentalitetin gjithë se cilit mësus, sidomos mësus, ose profesor, sa atención profesor e mësus. Profesora neve më çudit ky fakti që te ne ende të përdoret profesor, se për me qenë një profesor ti duhesh më konën shumë çka më herët për me mujt me mrit anë profesor. Këta janë mësues të tonë, të cilët i edukojnë gjeneratat e tona të ardhshëm. Qoftë na i edukojmë në formë të politizuar, në formë jo kvalitative, edhe në formë që unë jam ai i cili jep notët këtu, nëse mund të më këtu, keni më kam ju largu pi klasës, atëherë ne prodhojmë një generat e cila nuk ka më konën në të mirën e popullatës sonë. Edhe vetëm pushihet drejtimit të cilën e ka marrën generata jonë për fat të keq. Ka shumë çka që është për të lavdruar, po ka shumë çka që është për të kritikuar, edhe nuk marrim vetëm përgjegjësi printati, po marrim edhe përgjegjësi ata të cilët na ja japin 8 orë në ditë në institucion, pra edhe mësues marrin përgjegjësi. E kështu që ne kena mi bë këto 3 hapa, kena mi depolitizu, kena mi avancu me trajnime, kena mi çu jashtë rendit, edhe pastaj tani edhe kena mi mbjell mentalitetin që janë shërtor të kësaj shoqërisë, edhe asgjë më shumë. Vëllëm të një fushë të nuk është kompetencë për shtetin lokal, por përgjithësia e partive politike, fushën e gjyqësisë dhe gjykatave. Po. Ne këtë problematike kena marrë shumë seriozisht dhe kena inicializu po edhe realizu një peticion për të cilën e kena dërgu tash më po bën 2 muaj, përafërsisht, edhe një javë bën plotësisht 2 muaj, në institucionet përkatëse, të cilët e kanë për detyrë më na i kthy neve gjykatën, për arsye se ka ndodhur një gabim i cili është politik, por edhe i cili neve na ndikon qytetarët teknikisht, që është bojkotu regjistrimi i popullatës, dhe përmes regjistrimit të popullatës me Serbia, ose më mirë të them kështu, jo Serbia, se Serbia është gjithë popullata e Serbisë, po në veçanti qeveria e Serbisë e ka shfrytzuar për më një rend, sikurse me pasprit na me bëni gabim, e ka shfrytzuar për më një rend teknikisht, gjë e cila edhe kjo nuk është në rregull, se mujtet me ndodhë një gabim, dhe mujtet me ndodhë që thojza liderët tonë politik mujten ta kenë atë qëllimin e tyre personal grupor etj. Për këtë arsye nuk duhet të dënohet këtë popullata shqiptare. PD-SH-ja, e cila është këtu në pushtet, është një parti e cila me disa përqindje të votave të komunës së Prishevës e ka marrë pushtetin. Për këtë arsye na nuk bëmi dënu pjesën tjetër të qytetarëve të cilët nashtë nuk kanë votuar apo kanë votuar dikën tjetër. E këtu unë e shoh qeverinë e Serbisë në pozitë që ta rikoncilidoje mendimin edhe vendimin e tyre të cilët e kanë marrë për gjykatët edhe për prokurorinë, edhe ta pranojnë peticionin tonë të qytetarëve, i cili ka qenë shumë korrekt edhe konkret edhe transparent për institucionet qeveritar, po edhe për pushtetin lokal, dhe na mundsoi që ta kenë atë gjykatën sa më shpejt e mundshëm këtu në Preshevë kur kena pasur dhe kur kena ende në godinën. Na i kena definitivisht njerëz gabuar në pozitat udhëheqëse, a është pushteti lokal, a është këshilli nacional, a është edhe çfarë do koft këshillit që na kena këtu, na i kena njerëz gabuar, edhe koha ka ardhur, nuk ka shumë larg, 4-5 muaj shkojnë shumë shpejt, edhe zgjedhjet e ardhshëm atëherë realizohen dhe mujtë qytetarë jonë, gjitha këto gabimet, gjitha këto mashtrimet, gjitha këto të cilë këta i kanë bërë, vetëm për vetën e vetë, jo për qytetarët e tonë, të ja dënojnë në votën e tyre. Në shpesh thoni, alternativa nuk është për një ngritje të emocioneve ose një polarizim të fushatës edhe një qasje të ala vetë vendosje, por na jena për një
si thonë, një edukat demokratike qytetare që t'i shfrytëzojmë zgjedhjet të ardhshme tona lokale, që ai kena në 2016, pas 4-5 muajve, dhe t'i denojmë në mënyrë qytetare ata njerëzit të cilët neve na kanë thënë në këtë pozitë. Edhe një fushë ku nuk është edhe këtë kompetencë për shtetin lokal, por kërkesë të domosdoshme shqiptare në fushën e sigurisë, demilitarizimit i rajonit. Çfarë programi ka, çfarë kërkesa? Edhe aty, po më fal, domethënë edhe aty do të shkojmë shkallë për shkallë. Njëra cila është në programin tonë është që ne pikë së pari duhet të ndryshojmë komunikimin të cilën ne e kemi me gjuhë politike. Kjo është shumë e rëndësishme. Unë jam i mendimit, ajo është mendimi jam personal, i cili është që militarizimi i rajonit tonë dhe domethënë ajo si thojmë, ajo hapësira që ka mbeten e sigurisë në rajonin tonë është edhe pikë së pari përgjithësi edhe jonja. Unë ashtu mendoj që gjithë një duhet më nis njëri nga vetja për më mujt një kuptu të tjerë. Edhe na kena aty përgjithësi. Politika e cila është bërë, sidomos 8 viteve të fundit në Preshevë, në komunën e Preshevës, ka qenë një politikë e cila ka përdorur një gjuhë e cila është, ti themi kështu më diplomatik, është një formë kërcënuese politike ndaj qeverisë dhe ndaj pushtetit qendror. Në qoftë se unë flas në këtë kontekst, në këtë kohë, pas lufte më njëherë, disa lufte të cilat kanë rrjedhur këtu në rajon, që ne do ta bëjmë një Shqipëri të madhe, ne do ta bëjmë iliridën e tjera të cilat janë bisedu këtu, atëherë ne duhet të kuptojmë se ne këto fjalë nuk kanë më shku bosh, nuk kanë më metën vetëm në rrethën tonë, por kanë më dëgjuar edhe më larg, edhe janë dëgjuar edhe më larg, sipas gjitha rezultateve tani që i shohim në terren, që është dëgjuar edhe më larg, janë dëgjuar edhe në Beograd, edhe në qendrën e Beogradit, jo vetëm me kaq, por janë dëgjuar edhe shumë më larg, janë dëgjuar edhe në Bruksel, edhe në Evropë, edhe në Washington, edhe në Amerikë, janë dëgjuar gjithandaj, edhe çka kena bërë na, e kena bërë na vetvete një faktor jo stabil në këtë rajon. Problematika është që na kena bërë. Ata të cilët e bëjnë qetrën, atë pjesën tjetër, unë e thash pak më herët, që Serbia çdo, në falni një herë, po du me veçu Serbinë edhe popullin serb, edhe qeverinë serbe, e shfrytëzon çdo moment tonin për me bërë një gabim. Dakor, na jena të bëjë gabime, nuk është problemi, edhe ata janë të bëjë më shumë liderët tonë se sa qytetarët tonë, se ky vend përmban njerëz të cilët ekonomikisht janë të punuar këtu. Kanë kompania, janë njerëz të cilët janë të integruar këtu, ka të cilët janë të përfshirë, të gjithë kanë letra njoftime, të gjithë paguajnë taksa, të gjithë janë këtu njerëz të cilët nuk e cenojnë definitivisht sigurinë. Këtu nuk ka në krahasim, qoftë se e marrë me Beogradin, me neve, këtu nuk ka një numër aq të lartë statistikor i cili bën krime. Këtu nuk ka as kontrabandë, se edhe kufinin neve klina na i kanë bloku, është shumë i siguruar, nuk ka as kontrabandë. Domethënë, ne jena njerëz të cilët nuk e cenojmë sigurinë, edhe për këtë arsye nuk duhet të ketë këtu militarizim. Nuk duhet të ketë këtu. Gjithashtu ka edhe marrëdhënie të cilat janë duke u ndërtuar mes Kosovës edhe mes qeverisë serbe me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, i cili është të vepruar një frymë të re këtu, e cila është paqësor, është bashkëpunues, është koordinues, e cila tani është para përgatitjes për përfshirjen e këtij rajonit në Bashkimin Evropian, dhe për këtë arsye na nuk e kuptojmë pse qeveria e Serbisë e përdor një formë të militarizimit të kësaj rajonit, na nuk e kuptojmë. Nuk e kuptojmë këtë, edhe nuk është e duhur kjo, qoftë se ministri Vučić del edhe thot në midis Brukselit para 2 ditëve që na jena për bashkëpunim, na jena për paqe dhe për stabilitet, atëherë ai duhet pikërisht këtu në minoritetet, konkretisht në të shqiptarëve, pasi që na kena pas konflikt me serb, me e vërtetu këtë me çastin e tij politike dhe teknike. Një nga çastet e tij politike mund të qenë demilitarizimi i këtij vendi, kjo mund të qenë një, edhe një nga çështja teknike të cilën ai mund të implementojë në bazë të asaj shumë të quajtur stabilitet dhe paqe, mund të qenë edhe që mund të kthejë gjykatën edhe. Edhe mund të dhënë neve kompetencët gjithashtu edhe për në dogan. Edhe mund të përfshi edhe në për institucione shtetërore në formë proporcionale ashtu siç i na marrë vesh më herët. Këto janë gjëra teknike të cilat ai mund të implementojë. E këtu kalzon ai një goodwill, i thoni në anglisht, një
qasje pozitive ndaj neve, e cila tane sjell edhe një përgjigje pozitive. Nuk mund të gjithmonë në pritën që ne shqiptarët do të nënshtrohemi, edhe ta në kujtjena të nënshtrume, atëra e marrin vesh këta që shihni, po deshka me bashkëpunu me neve. Jo, kështu nuk funksionon, se edhe na kena nder, edhe ta ka nder, asnjëri një qetët mos ja cënojmë nderin, edhe të bashkëpunojmë pra. Na jena për bashkëpunim, na jena për me i kuptu gjë se si duhet të funksionojmë. Ama aja duhet të ardhë nga ona tjetër. E kështu që sigurimi këtu, sa i përket neve qytetarëve të Preshevës, është në nivel. Nuk ka ku një farë stres, nuk ka këtu mu endën të naltet e poshtë ato kamionet ushtarak, nuk ka nevojë. Sa i përket neve, na jena të qetë, edhe na jena konstruktiv edhe integrues, edhe falni kontribues, na kontribuemi edhe në buxhetin e Serbisë. Nuk është që ne nuk bëjmë asgjë, na kontribuojmë në buxhetin e Serbisë, na kontribuojmë në shoqërinë tonë konkret lokale këtu, kena sa të punësuar. Edhe pse është numri i lartë i papunësisë, na prapë kena ekonomia këtu të vogla, të cilët kanë punësuar njerëz. E kështu që neve mos na shohim vetëm me atë synin kritik edhe me atë synin konfliktos. Absolut jo. Edhe këtu unë e kërkoj ndihmën nga faktori ndërkombëtar. E unë e kërkoj këtë për të mirën e shoqërisë tonë. Dhe pyetja e fundit është edhe më rëndësishme për zhvillimin ekonomik. Zhvillimi ekonomik, unë e thash më herët në fillim, zhvillimi ekonomik është ai faktor i cili neve si popull këtu, i cili ka kalu shumë vite këtu, jena domethënë shumë vite në konflikte dhe tjera, është ajo e cila na mba ende këtu. Qoftë se na nuk do ta zhvillojmë ekonominë, qoftë se na nuk do të ndërtojmë rrethanat politike për mujtë me thith investitor këtu, qoftë se na nuk e kuptojmë që patriotizmi më i madh i kësaj kohës është ekonomia, atëherë ky vend, duke pas parasysh procesin e integrimit në Bashkimin Evropian, do të shprazet shumë shpejt. Na e kena shembull, nuk ka shumë larg me shkojmë në Bullgari, shkojmë në Rumani, i shohim çka ka ndodhur kur jam bashkangjit në Bashkimin Evropian. Edhe tani na mujtni me thonë një me një ka më ndodhur atë na. Edhe ka më ndodhur. Shumë lagje në shpraz, edhe këtu kanë më shpraz. Zhvillimi ekonomik është në duart aktualisht të dilintantëve. Absolut njerëz amateur, të cilët jo zhvillimin ekonomik, po qasjen e tyre ekonomike private nuk din të ndërtojnë e leje mo të një shoqërijës. Ata njerëz nuk janë të edukuar ekonomikisht, nuk kanë kur një farë përvoje ekonomikisht dhe gjithashtu dhe kjo është më rëndësi, nuk din të ndërtojnë politikë për me zhvillu ekonominë. Kjo është problematika. Këta njerëz të cilët na sot neve na vullheqin, këta as ide nuk e kanë për ekonominë. Që 25 vite janë duke kena parti shqiptare këtu. Që 25 vite dukush po do më thonë mund që duhen me zhvillu me tutje ekonominë, pasi që nuk kanë mujtë me bo, dukush e le fajt Serbijës, a unë i thamë, Serbia nuk i ka fajt, pse na nuk kena rrugë. Serbia nuk i ka fajt, pse na nuk e kena zgjidhur problemin e bërlogjeve. Serbia nuk ka fajt, pse na nuk kena mujtë me ndërtu me diasporën tonë marrëdhënia të tilla të besueshmërisë, që me mujtë me thithën diasporën tonë si faktor investitor këtu në vendin tonë. Serbia është e ka faj kur vjen ndonjë investitor i huaj edhe e ndikon atë në formë të ndryshme teknike që pak me pasën kujdes në këtë vend. Aty po, ama jo me tonë. Shqiptarët tonë të cilën gjindën në Zvicër, Gjermani, Austri, Belgjika, gjithandej, edhe në Amerikë, ata nuk janë njerëz që nuk kanë parë, nuk janë njerëz që nuk kanë vullnet me investu në këtë vend. Përkundrazi, por besueshmëria ka humbur këtu në këtë vend, edhe thash gjithsecili, se unë kam kontakt me ata, frigohet me ardhë këtu, me investu, pasi që tutën, frikë thjesht kanë që kanë hinë në lojët e këtynve, dhe qëtash rëshfetet e ndryshme, korupcioni ndryshme, byrokratia e cila përdoret si mekanizëm me të shtinë shtas, se s'po di që me përshkryt ndryshe, këto janë të cilët ata frigohen. E Serbia këtu nuk na ka faj, këtu na i kena faj. Edhe për këtë arsye zhvillimi ekonomik është në duart e gabuara për momentin, kjo duhet të çfuqizohet nga qytetarët tonë në komunën të Preshevës, ata duhen ta dinë një herë për gjithmonë që këta njerëz nuk kanë lidhje me zhvillimin ekonomik. Ta fshin këta ne. Haram e këtë. Ani pse janë disa kompania të cilët i mbështesin ato, ama ato nuk janë kompania të cilët zhvillojnë vetëm ekonominë, ata e mbajnë ekonominë. Ekonominë me zhvillu është dukush me ardhë i ri, me kriju vende të reja pune, i depolitizuar. Shumë më rëndësi, i depolitizuar. Jo vetëm me kriju vende të reja punës, po me qenë vende të reja punës edhe të sigurta. Jo vetëm me qenë edhe të sigurta, po me qenë edhe kvalitativ. Jo me 100 euro, me 200 euro rrogë.
Në qytetarin tonë e kena shtri për tokë me pushtetin lokal, tash ekonomikisht pjandojmë edhe komën qafë. Qysh me funksionu kështu 20, 50, 100, 200 vjetë. Kështu nuk funksionuat, kjo shkon vetëm shkurt, edhe ta anë eksplodon të kurë situata. E na këtë e mendojmë që zhvillimi ekonomik, edhe menaxhimi profesional i komunës, në kombinacion e ndërtojmë mirëqenjen sociale. Kjo është atë që na kena qasjen, gjithashtu ju e shihni edhe një gjë, qytetarët tonë e dinë, po ta dinë të gjithë që edhe na e dimë se ndërkombëtarët të gjithë janë largu nga ky vend. S'ka asnjë organizatë huaj, mos me qenë që to refugjatët tash ai kena. Kur të një ndërkombëtar nuk shkel. Kur të nuk vjen një organizatë ndërkombëtare me bashkëpunu për me bëu një projekt të tillë. Pyetja është atu për çka? A është kjo rezultat e qytetarëve apo e pushtetit lokal? Ata e kanë pru situatën në këtë moment që ndërkombëtarët më frigu me bashkëpunu me neve? Serbia e pas ka fajë që ndërkombëtarët nuk vi kanë këtu? Po është një, nuk është ajo, po është diçka tjetër. Është që ne s'kena mujtë me reflektu tek tjerë që jena bashkëpunues, që jena korrekt, që jena ofrues, sinkronizues edhe thithës për të mirën e qytetarëve tonë. E kena tregu që na jena diktatorë. Po doja, çfarë do kohë partia që ka ekzistuar deri më tani. Këtë e kanë tregu vetën që dinë të udhëheqen në mënyrë diktatoriale me qytetarët tonë. Na kanë shtrinj për tokë, edhe na kanë duç tash komën fyt, edhe po na thon apet bëjmë votën. E kjo nuk funksionon. Nuk duhet të funksionon. Qoftë se na shqiptarët dinë ti dënojmë njerëzit të cilët neve na shkelin, tash ka momenti. Tash ka momenti për qytetarët tonë këtu të cilët jetojnë, edhe ka momenti për diasporën me këtu, edhe jo vetëm me fol, që kena na më kritiku me anku për këtë atë, po konkretisht me votën e tyre, mi dënu këta. Tash është momenti.